Një konflikt mes dy komshinjve për një tur drush ka përfunduar në mënyrë tragjike mbrëmjen e kësaj të enjteje në lagjen Vrapaj të Roskovecit, ku një 70 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se pësoi infarkt. Sipas burimeve zyrtare të drejtorisë vendore të policisë Fier, viktima është Baftiar Vrapi. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20, kur djali i tij është përfshirë në një konflikt fizik me komshiun për shkak të një ture drush. Referuar të dhënave paraprake, 70 vjeçari ndodhej në banesë së bashku me bashkëshorten. Në momentin që kanë marrë vesh për konfliktin dhe ka tentuar të dalë jashtë, ai ka pësuar një infarkt duke u rrëzuar në tokë. Familjarët kanë njoftuar menjëherë shërbimin e urgjencës, ndërsa ambulanca e kanë transportuar drejt qendrës shëndetësore të Roskovecit. Pavarësisht përpjekjeve, mjekët kanë konstatuar se ai kishte ndrruar jetë. Ndërkohë, banorët e zonës japin një tjetër version të ngjarjes, sipas të cilit Baftiar Vrapi ndodhej në verandën e banesës dhe ka qenë dëshmitar i konfliktit mes djalit të tij dhe komshiut përpara se të pësonte infarktin fatal. Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të sqaruar dinamikën e konfliktit që parapriu vdekjen e 70 vjeçarit. Policia po merr në pyetje palët e përfshira në konflikt, ndërkohë që shërbime të shumta policore ndodhen në vendngjarje.